Do të flasim tani edhe për sa i përket strukturës e ekonomisë tonë. Ditën e dieshme Instituti i Statistikave ka publikuar disa dhëna për sa i përket ndarjes së ekonomisë sipas sektorëve, industria përpunuese dhe industria nxjerrëse, por njëkohësisht më herët janë publikuar edhe disa dhëna të tjera, sikurse ishte inflacioni nga Eurostat që rezultoi në vendin tonë në 2.5%, më lart krahasuar mesataren e Bashkimit Evropian. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zonjën Romina Radonshiqi, eksperte ekonomie pedagoge. Zonja Radonshiqi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë ta nisim me sektorin e prodhimit në vendin tonë, që është një ndër sektorët i cili përballet me domosdoshmëri për të zgjeruar më tej edhe për shkak të zhvillimeve gjeopolitike ndërkombëtare, por edhe zhvillimeve të brendshme, ku më së shumti sektori i turizmit, i ndërtimeve, po mbajnë peshën më të madhe. Sa i rëndësishme më saktë është mbështetja për sektorin prodhues në vend? Në fakt, unë do doja të thoja që dhe gjithë investitorët duhet kuptojnë që ka ardhur momenti që të investojnë dhe të diversifikojnë investimet e tyre dhe në sektorin e prodhimit, apo qoftë dhe industrisë përpunimit, duke qenë se është një sektor premtues për Shqipërinë, është një sektor i cili mund të jetë konkurrues, patjetër që do të përballet me sfida, sidomos nëse flaset për sektorin e bujqësisë dhe kërkon financime, mbështetje, pra kemi diskutuar në studion tuaj që Shqipëria është nënfinancuar për sa i përket këtij sektori. Megjithatë, investitorët duhet të kuptojnë që në një periudhë afatgjatë për të zgjeruar dhe kompanitë e tyre, patjetër dhe për të diversifikuar pasurinë e tyre, investimet e tyre, do të ishte mirë që të investonin në sektorin prodhues, pasi Shqipëria ka potencial për zhvillim. Një vëmendje e shtuar është fakti që po shohim që çdo 2-3 vite kemi probleme gjeopolitike për shkak të politikës ndërkombëtare, e cila krijon pra dhe ndryshime në tregjet ndërkombëtare, qasjen e fuqive të mëdha, qasjen e pozicionimit të shteteve apo antare apo jo antare të Bashkimit Evropian, pra për të fuqizuar ekonomitë e tyre, ndaj dhe Shqipëria është një vend i Ballkanit perëndimor në fakt, por me potencial tepër të lartë zhvillimi. Por problemi është që të gjithë pothuajse investitorët janë përqendruar në disa sektor, që në fakt janë sektor premtues në periudha afat shkurtër apo afat mesëm, por në periudha afat gjatë përballen me shumë sfida. Pse? Rasti i ndërtimit për shembull. Ndërtimi është një sektor i cili do të është një industri më saktë, e cila do të zhvillohet, do të ketë edhe një moment stopimi apo ndoshta edhe ngadalësimi. Turizmi ndikohet dhe nga këto probleme gjeopolitike. Mjafton të marrim Dubai, për shembull, ishte një vend, një destinacion i preferuar për turizëm, për një turizëm elitar, për një turizëm ku të gjithë domethënë ka pas rezervime ndër vite, ndërkohë që mjafton një problem gjeopolitik, shohim që Dubai nuk është më destinacion as i sigurt në zero numër turistëve. Ndaj duhet të kuptojnë të gjithë pse kam një qasje ndaj investitorëve shqiptar, sepse shoh një tendencë në Shqipëri që të gjithë ato të cilët janë sipërmarrës drejtohen tek disa sipërmarrje që shohin, domethënë që në efektin e turmës, që të gjithë drejtohen aty ku drejtohet një tjetër dhe duke parë për këtë të strukturën ekonomisë që sot turizmi dhe industria e ndërtimit kanë një rritje tepër të lartë, por investitorët shqiptar apo qoftë ato të huaj duhet kuptojnë që është shumë e rëndësishme dhe qasja në afatgjatë. Pra, çfarë do të bëjnë, si do ta shohin biznesin e tyre apo investimet e tyre në periudha afatgjate. Dhe unë mendoj që të investosh në prodhim në një periudhë afatgjatë ka më shumë qëndrueshmëri. Por më tepër është një sektor i cili mund të bëhesh konkurrues në treg nëse din se si të menaxhosh financat dhe si të zgjedhësh tregun, patjetër dhe llojin e produktit që do të sjellësh në treg. Ndërkohë, zonja Radonshiqi, me qenë se e përmendet, rajoni i lindjes mesme priste diku te 100 milion vizitorë çdo vit dhe tani ka shkuar në thuajse zero për shkak të luftës. Kam përshtypjen që asnjë nuk guxon ta vizitojë atë rajon. Mendoni se për ne do të jetë mundësi apo do të goditet në tërësi sektori i turizmit udhëtarët, për shembull nga destinacionet që janë më të largëta, Azia, Shtetet e Bashkuara, mund ta shmangin tërësisht Europën? Unë mendoj që Shqipëria si një vend, si një destinacion edhe i paeksploruar mund të kthehej në një mundësi, por doja të thoja që nëse ne bëjmë krahasimin, për shembull, një turist i huaj që dëshiron të shohë Dubain dhe i kthehet mendja dhe vjen në Shqipëri, atëherë
mund tjetë rasti, jo se Shqipëria është Dubai, sepse nuk mund të gjejmë të njëjtën ofertë turistike, sikurse është Dubai, atë çka ofron Dubai nuk mund të afrohet dot edhe në vendin tonë. Megjithatë, unë mendoj që problemet gjeopolitike që kanë ndodhur pikërisht në ditën e mesme dhe në zonat përreth, unë mendoj që mund të kthehet në një mundësi pasi një individ i cili ka vendosur të pushojë, patjetër që do të pushojë, dhe ne kemi një ofertë turistike të kënaqshme, mund të them, në një nivel të moderuar, se nuk mund të themi që ne ofrojmë gjëra që nuk i ofrojmë vendet e tjera, por ajo çka ofron vetë natyra shqiptare dhe diversiteti turistik që ofrojmë ne, sepse ne kemi turizmin malor, breakdating, kemi historik, kulturor, madje edhe atë shëndetësor, të gjitha këto mund të bëhet mund të kthehet një mundësi për ato turistë që ndoshta as e kishin në mend që të vizitonin Shqipërinë. Po patjetër që këtu duhet më shumë marketing dhe operatorët turistik duhet ditë se si të, le të themi, segmentojnë këtë treg që pra nuk ka vendosur të mos shkojnë pra dhe të udhtojnë atje, por është një le të themi, është një detyrë pak e vështirë dhe nuk mund të themi me siguri se sa do të rritet, sepse ishte edhe një statistikë që Shqipëria dilte, një statistikë ndërkombëtare që Shqipëria dilte një pozicion shumë favorizues për shkak të luftës që domethënë dëmtohet këto vende nga turizmi dhe kthehet në një mundësi tepër e madhe tek ne. Unë mendoj që është pak e egzageruar, duke qenë se ne akoma nuk dim, duhet të shohim se çfarë do të ndodhë në fakt. Sepse ne, për sa i përket turizmit, kemi parë që ne kemi numër të lartë turistësh, por nga ana tjetër nuk është se janë turistë të cilët shpenzojnë shumë në Shqipëri dhe ne duhet që të turistë të shpenzojnë jo vetëm shumë, por nga ana tjetër dhe ato çka shpenzojnë të jenë më shumë prodhim venda që të jetë një kompensim total, një rritje ekonomike, le të themi neto për Shqipërinë, por më shumë pra ne duhet që të varemi nga importi dhe duket sikur ndikojmë kështu dhe në mënyrë direkte në zhvillimin e ekonomive të tjera aty ku ne importojmë. Ndërkohë, Zonja Dënshiqi, për të rikthyer sërish tek sektorët kryesorë të ekonomisë sonë, sektori i prodhimit, ju e thatë që turizmi edhe ai i ndërtimit për shkak se janë të ndërlidhur njëri me tjetrin mund përballen me rreziqe, por brenda sektorit të madh prodhimit, ku mendoni se duhet të mbështetet pra të fokusohet vëmendja tek sektori bujqësor për shembull apo tek industri prodhimi në më të industrializuara? Unë mendoj që të dy paralel, po patjetër që fokusi do të jetë ai bujqësor dhe e them të fokusi do të jetë ai bujqësor se ne kemi parë që sa herë ka probleme gjeopolitike, ne themi që ndoshta do të kemi ofertë të kufizuar madje edhe për grurin, kështu që ndërkohë që ne mund ta prodhojmë fare mirë. Ndërkohë që unë mendoj që sektori i bujqësisë duhet patjetër sepse shohim dhe një boshatisje të fshatrave. Një kapacitet që ne mund ta plotësojmë, pra kemi mundësi që ne të zhvillojmë këtë sektor, se dikur ka qenë goxha i zhvilluar, po problemi është që tashmë vetë bujqësia përballet vetëm me sfidën e mungesës financimeve dhe faktin që nuk gjen treg për ta shitur se produktet e importit janë me çfarë të ulta, por përballet me sfidën tjetër, sfida tjetër që është akoma më e rëndësishme, nuk gjen as fuqi punëtore. Sepse bujqësia shikohet si një sektor i lodhshëm, ndonjëherë dhe paragjykohet dhe mundësia për të më pas kërkon dhe energji në fakt. E them kërkon energji se ne akoma kemi një bujqësi tradicionale, kështu që duke qenë se kemi një bujqësi tradicionale, as pak moderne, jo vetëm që punojësit në këtë sektor lodhen më tepër dhe paguhen pak në fakt, dhe kërkon një fuqi punëtore relativisht të re, në moshë mesatare, po preferohet normalisht e re, për shkak se kemi një bujqësi tradicionale. Duhet më tepër investime në teknologji me qëllim që jo vetëm të ulet kosti i prodhimit që të jetë ky produkti bujqësor i jon i konkurrues në treg, por nga ana tjetër të jetë edhe më pak i lodhshëm për vetë punojësit në këtë sektor. Boshatisja e fshatrave ka si një problem tepër të madh, sepse nuk ka punonjës. Jo vetëm se nuk preferohet, por edhe nuk ka punonjës. Kështu që është një sektor që kërkon një ristrukturim nga të gjithë format, por jo vetëm pra siç thamë pra grante apo subvencione,
lehtësira fiskale, kërkon edhe një qasje tjetër të zbërit të bujqësisë, sepse duhet të ketë një studim të rregull se çfarë duhet prodhojmë, në çfarë zone duhet prodhojmë me qëllim që dhe ai prodhimi të jetë me kosto më të ulët, si do ta segmentojmë tregun, çfarë produkte do të dërgojmë ne për eksport, e shumë gjëra të tjera. Në fakt se kemi parë produkte bujqësore që nuk plotësojnë as standardet për të eksportuar, produkte që janë kthyer apo janë hedhur, apo janë me shumë pesticide, pra kërkon një lloj korrektësie edhe nga ana e vetë fermerëve për të zbatuar çdo lloj rregulli me qëllim që të jenë produkte le të themi produkte edhe për të importuar, se ne në Shqipëri në fakt tim se çfarë konsumojmë dhe nëse janë produkte vendas, se mendojmë që produkti vendas është një produkt më cilësor, por nga ana tjetër ne nuk dim se çfarë produktesh, kemi parë shumë produkte të cilat kanë një sasi tepër të lartë nitrate apo kimikate të tjera që na dëmtojnë shëndetin. Ndërkohë, zonja Donshqiqi, teknologjia, sektori i teknologjisë ka shfaqur shenja të ngadalësimit. Si mund ta shpjegojmë këtë? Ka të bëjë mbase edhe me heqjen e këtij sektori nga një trajtim i veçantë fiskal? Po në fakt ka të bëjë edhe me këto, megjithatë ne nuk është se jemi një vend i cili kemi një inovacion të madh në teknologji, edhe pse përflitet shumë në aspektin politik, teknologjia, inovacioni e tjerë, por akoma jemi një vend i moderuar që ne nuk kemi akoma të zhvilluar gjërat kryesore, pra sektorët kryesorë të mendojmë ne për teknologjinë. Ne akoma operojmë me bujqësi tradicionale që ka 40 vite që ka dalë le të themi nga tregu në mënyra se si procedohet në bujqësi, krahasimisht me vendet e zhvilluara që operojnë në bujqësi, ndërkohë që ne nuk mund të flasim dot për një inovacion të madh në Shqipëri sepse kemi probleme nga të gjitha aspektet. Kështu që unë mendoj që kjo ka edhe një aspekt racional të kuptueshëm që Shqipëria është një vend i vogël, një vend i cili ka një ekonomi një ekonomi me dy sektor, as pak e qëndrueshme në aspektin afat gjatë, se afat shkurt, afat mesim ne shohim që kemi një rritje ekonomike, por përsëritet kjo rritje ekonomike nuk është se na përkthehet ne qytetarëve shqiptar në një standard të lartë jetese. Ne akoma jemi një vend i cili kemi kosto tepër të lartë jetese, por nga ana e standardit apo cilësisë jetesës apo qoftë shërbime publike që na ofron ky vend, nuk është se marrim atë çka duhet marrim në fakt. Ndërkohë, zonja Donshqiqi, sërish për tu rikthyer tek sektorët e ekonomisë edhe industria nxjerrëse, nuk është se po njeh ndonjë performancë të jashtëzakonshme. Ka të bëjë kjo me faktin që ne nuk i përpunojmë ato produkte që nxjerrim nga nën toka dhe i eksportojmë në shumicën e rasteve ashtu sikurse janë bruto, vlera e shtuar e tyre nuk ndodh këtu në vendin tonë, por ndodh diku jashtë në Europë apo në botë. Po është vërtet dhe kjo është një nga kritika më të mëdha që kanë ekspertë ekonomisë, sepse është një vend i cili ka shumë pasuri natyrore në toksore, e cila nuk janë shfrytëzueshme pikërisht nga ndoshta mungesa e vizionit politik për ta drejtuar ekonominë aty ku duhet drejtuar me qëllim që të zhvillohet. Është pikërisht ky fakt që ne pra nga në toka jonë kemi pasuri të mëdha, por e dërgojmë bruto, si e nxjerrim e dërgojmë bruto për të pasuruar një vend tjetër. Nëse do të investonim pra pikërisht në mënyrën e përpunimit të le të themi produkteve apo pasurisë non toksore që ne kemi, patjetër që kjo do të ishte një avantazh konkurrues i vendit tonë dhe ne nuk do të flisim as më që në bujqësi nuk ka financime, sepse pikërisht të gjithë zhvillimi ekonomik do të përqendrohej këtu, do të kishte aq mundësi qeveria që të le të themi të financonte me grante o me subvencione dhe sektorë të tjerë të ekonomisë që janë sensitive siç është bujqësia, dhe ekonomia jonë do të zhvillohej shumë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Pra nuk kemi një politikë vizionare për ta parë në një periudhë afatgjatë, por për të parë që vërtet për shembull nëse do të investohet në këtë pjesë do të jetë një investim super i madh, por mendoj se në këtë investim ka një kthim shumë të lartë her pas here, e cila do të ndikonte pozitivisht në një zhvillim të vendit tonë, është normalisht dhe e meritojmë, pra se ne pozitën gjeografike të favorshme kemi, ne dhe kapitalin human, kemi një kapital human goxha të arsimdashës, i cili edhe me trajnimet të mëtejshme mund të zhvillohet. Kemi parë figura apo student që jetojnë apo ndoshta profesionistë që janë në Shqipëri dhe janë larguar nga vendi pasi nuk ndjehen vlerësuar dhe kanë ndikuar me vlerat e tyre apo me njohuritë e tyre në zhvillimin e vendeve të tjera dhe është për ta ardhur keq në fakt, sepse kemi çdo gjë që duhet të ketë një shtet, por problemi i madh është të një politike vizionare për zhvillimin e ekonomisë të këtij vendi.
Ndërkohë, një ndër zhvillimet pozitive të forta kanë qenë pikërisht pagat. Rritja e pagave që në sektorin e turizmit, në hotelet më specifikisht, ka shnuar një rritje me 22%, ndërsa vjetre një rritje në pasurit e paluajtshme deri në 30%. Kjo ka të bëjë më shumti me strukturën, me këtë dinamik që ka pasur tregu i punës, apo mund të ketë bëj edhe me disa aksione që administratat tatimore zhvilloi si në sektorin e turizmit, ashtu edhe në sektorin e ndërtimit? Patjetër që pagat në sektorin privat i vendos tregu, nuk mund vendos dot as qeveria tavane e tjerë, por tregu ka bërë që po ta shohim ku janë arritur pagat, janë arritur pikërisht në ato sektor që ka zhvillim tepër të lartë, që ka kontribuar në rritje ekonomike. Jo, më tepër zonja Donështiqi që kisha me aksionin që bëri administrata tatimore kundër punësimit në Zez apo në Gri. Po, patjetër, e kuptoj pyetjen. Por duhet të them që aty ku ka pra zhvillim ekonomik ka dhe rritje pagash dhe në fakt, vetë administrata tatimore e kishte sinjale edhe para 3-4 vitesh që nuk këto sektorë janë shumë zhvilluar dhe një punonjës në këtë sektor punon me një pagë mbi pagën minimale, se pjesa më e madhe e individëve të cilët punonin në fakt në sektorin e turizmit dhe ndërtimit të deklaruar me pagë minimale. Unë mendoj që ky aksion ka ndikuar pozitivisht, por ka qenë i vonuar, se nëse do të kishte qenë vite më parë, patjetër që administrata tatimore do të kishte mundësi të vendosë, le të themi, në shina pikërisht këto dy sektorë të cilët japin zhvillim ekonomik dhe diej de facto jo de jure pra që kanë rritje të lartë pagave, sepse siç thamë pra i vendos tregu dhe kërkesë oferta. Dhe mendoj që ka qenë i vonuar, por e rëndësishme është që ndodhi, pas të ndikoj pozitivisht në tyrat tatimore dhe jo vetëm në tyrat tatimore, por pikërisht edhe në skemën e pensioneve, nuk është se do kenë ndonjë impakt tepër të lartë, por gjithsesi ka një impakt. Pasi nuk është njësoj si një punonjës i le të themi siguruar në pagë minimale dhe një punonjës i cili është i siguruar ndoshta dyfishin e pagës minimale. Ndërkohë, edhe disa pyetje zonja Donështiqi në lidhje me inflacionin, referuar dënave të publikuara nga Eurostat, inflacioni në vendin tonë rezultoi në nivelin e 2.5%, një mesatare me lartë krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian. Mendoni se duke marrë parasysh edhe zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, rritjen e çmimeve të karburanteve në vendin tonë, mendoni se mund kemi ose mund kërcënohemi me një periudhë inflacioniste, sikurse ndodhi në pasi Rusia pushtoi Ukrainën? Nëse kjo luftë zgjat, patjetër që do të kërcënohemi. Në fakt, aktualisht ne flasim pra me një inflacion 2.5% edhe pse është më lartë se mesatare e Bashkimit Evropian, përsëri sipas Bankës së Shqipërisë, jemi në objektivin e Bankës së Shqipërisë, jemi në objektivin në fakt të Bankës së Shqipërisë. Çka kjo ka një sens logjik, sepse nëse ne dim pra që prej 2-3 vitesh që produktet që ne importojmë janë me çmime më të larta, vijnë me çmime më të larta në Shqipëri dhe ka sens se normalisht shkosta e transportit, marzhet e fitimit që shpesh herë janë tepër të larta dhe edhe abuzive të tregtarëve shqiptar, pse e them abuzive dhe të larta, po them sepse kemi një çmim të euros që ne edhe në momentin që flasim euro vazhdon i bie akoma, por kjo nuk është pasqyruar në ulje të çmimit, meqense janë produkte, një pjesa më e madhe mbi 60% pra janë produkte importi. Përsëri, unë mendoj që në momentin që flasim jemi në një inflacion të moderuar sipas dhe Instatit, por nëse flasim realisht në buxhetet e familjeve shqiptare, në fakt duket sikur nuk ka ndryshuar, sikur koha ka qenë gjithkohë stop, pra nga periudha e luftës Rusi-Ukrainë. Dhe deri në momentin që ne flasim, shohim që ne familjarët shqiptar nuk është se kemi mundur të shpenzojmë, të kursejmë para për shkak të rënies inflacionit. Se flasim për një inflacion 8% dhe aktualisht ne kemi 2.5%, që minimalisht duhet kishin disa kursime për 3 vite. Ndërkohë që mendoj që pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar, nëse flasim për kursime, kanë shumë vështirë, sepse nuk është se mund të kenë rritur kursimet e tyre. Madje ka shumë qytetarë shqiptar dhe kur i thua mirë menaxho të ardhurat sepse mund vi një tjetër valë inflacioniste dhe do duhet të përballemi me krizë, shumë qytetarë shqiptar në fakt në biseda informale thonë ne nuk kemi çfarë të kursejmë, se ne deri në fund muajit nuk na del paga, pra kemi të ardhur disponueshme shumë të ulta krahasimisht me koston e jetesës. Dhe nëse
në skenarin më të keq mund të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve të naftës flas gjithmonë. Mendoni se efekti mund të jetë zinxhir nga nafta të kalojë deri tek produktet e tjera, sipas deklaratave të bëra nga qeveria, nga ministrat, deri më tani nuk kemi pasur një reflektim, por nëse situata vazhdon, nëse konflikti vazhdon, mund të kemi një efekt zinxhir? Nuk kemi pasur një reflektim, është pak e vështirë për të thënë, sepse për shembull marrim rastin para disa kohësh dëgjova që me rritjen e karburantit në qytetin e Korçës u rrit edhe çmimi i bukës. Kështu që në qytetet e veçanta, në zonat veçanta apo ndoshta edhe në sektor të veçantë mund të kemi rritje, por që mund të ndikojnë, pra le themi edhe kjo në një rritje të produkteve, por sens logjika që nëse rritet nafta, që është një produkt shumë i rëndësishëm sepse rrit kostën e transportit, por për disa, sidomos për disa sektorë tjerë mund të rrisi dhe se mund të shërbejë natër pasi lëndë e parë, do të rrisi çmimin e produktit final, do të ketë një reflektim. Patjetër që do të ketë. Dhe problemi i madh, diku është problemi i madh është te produktet e importit, sepse ne do të kemi edhe një inflacion të importuar nga produktet e importit. Do të vi këtu, do rritet përsëri nga kosto e transportit, pra edhe do të kemi një produkt ndoshta edhe më. Po, pra, rritje plus rritje, dyfish rritje. Uroj që kjo luftë mos zgjasë shumë, apo të gjendë metoda alternativa për çmimin e karburanteve, edhe pse edhe në momentin që ne flasim, pra kemi një rritje të çmimit të naftës në bursë, por që nëse ke luftë zgjat, pra është një skenar i cili ne e dim të gjithë se kemi provuar me Rusi Ukrainë, që do të ketë një rritje të çmimesh të produkteve, pothuajse të gjithë produkteve. Dhe në një situatë tillë, qeveria shqiptare edhe në mbledhjen e qeverisë dje njoftoi të rikthej bordin e transparencës dhe njëkohësisht akciza do të ulet me 20%, pra rreth 40 lekë që është akciza, do të ulet me 20% që bie do të ulet me 8 lekë. Mendoni se janë ndryrë të mjaftueshme? Në fakt, normalisht nuk janë ndërhyrje të mjaftueshme, por e rëndësishme është që ka ndërhyrje, se para 2 ditësh u fol që nuk do të ngrihe ky bord dhe nuk do të kishim një marrje masesh në aspektin fiskal. Kështu që fakti që ka reagime do të thotë që më mirë që do të bëhet diçka sa mos bëhet asgjë. Dhe për ta mbyllur bisedën, Sonja Dënshiqi, rolin e bankës qendrore, si e shikoni në këtë mes? Mund përfundoj njëkohësisht edhe periudha e një politike monetare lehtësuese duke ulur normat e interesit? Unë mendoj që aktualisht me këto norma që ne kemi, deri 3%, mendoj që edhe Banka e Shqipërisë nuk është se do marrë ndonjë vendimarrje, do ketë ndonjë vendimarrje në lidhje me normën bazë të interesit. Megjithatë do duhet të shohim se çfarë do bëjë Banka Evropiane, se po ta shohim gjithmonë Banka e Shqipërisë reflektohet apo impaktohet ndonjëherë dhe nga Banka Evropiane. Por mendoj që aktualisht ne flasim ndoshta edhe për një periudhë 1 mujore, nuk është se do të ketë ndonjë veprim vetë Banka e Shqipërisë. Zonja Dënshiqi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar.